Ky është momenti i aksionit të policisë së Shkodrës, e mbështetur nga forcat shqiponja gjatë kontrollit në një banesë të marrë që ra në zonën e Velipojës, e cila ishte përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike me ndritshim artificial. Brenda banesës të marrë që ra nga 22 vjeçari Gjovalin Binaku i arrestuar gjatë operacionit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 308 bimë të dyshuara kanabis, rreth 85 gram lëndë narkotike të thara, 122 pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike si dhe 4 aparate celulare. Gjatë vimit të veprimeve hetimore, policia ndaloi edhe 25 vjeçarin Robert Vata, punonjës i OSHE-s, nga kontrolli i ushtruar në banesën e tij u gjetën dhe u sekuestruan 3 dhampa të dyshuara për përdorimin dhe kultivimin e kanabisit, si dhe një përforcues grushti. Po ashtu janë proceduar penalisht dhe 2 punonjës të tjerë të OSHE-s, përkatësisht 50 dhe 59 vjeç, të 2 banues në Velipoj, të cilët dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën në bashkëpunim duke favorizuar këtë veprimtari të palishme. Ky aksion shënon fazën e 4 të operacionit policor të koduar Neonët 4, duke çuar në 7 numrin e ambienteve të zbuluara dhe të koditura deri më tani. Uniformat blu të Shkodrës bëjnë me dije se puna vijon për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurisë për veprimet mëtejshme.